ثم الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dërgojmë falënderimet tona në njohjen tona të sinqerta Allahu subhanahu wa taala, i cili është i vetmi meritor për çdo adhurim, falënderim në njohjen tonë. Dërgojmë salavat dhe përshëndetje mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin tonë të dashur, vullin e gjithë pejgamberëve, mësuesit tonë të gjallë, shembullin tonë ideal. Dërgojmë po ashtu dhe përshëndetje tona në përkushtimin më të madh mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët musliman që bëjnë këtë program dhe në frimin e fundit të jetës së tyre në këtë botë. Të nderuar besimtarë, sot do të flasim për çështjen e imanit, më konkretisht për dobësimin e imanit. Por e dim se imani në zemrat e njerëzve, imani në zemrat e besimtarëve është ai motori kryesor i cili e nxit njeriu të bëjë dhe mos të bëjë vepra. E nxit njeriu të kryejë farzat dhe obligimet që Zoti ja cakton atij. Po edhe nxit njeriu apo e ndalon njeriu të bëjë ato harame që Zoti ja ka ndaluar. Prandaj për të folur për dobësinë e imanit, konkretisht, neve po na shtyp një fakt sot, kur e vrem se shumica muslimanëve sot bojnë haram, bien në haram. Edhe me gjithë faktin se halal është i qartë, haram është i qartë, argumentet nga Kurani dhe Suneti flasin shumë qartë, edhe ne shpjegojnë shumë drejt çka është halal e çka është haram. Mirë po megjithatë, po e shohim se shumica e muslimanëve fatkeqësisht bien pranë haram. Pse na ndodhi kjo? Prandaj ne duhet të flasim për dobësimin e imanit në zemrat e njerëzve, konkretisht në zemrat e muslimanëve. A thua po ndodh kjo se me të vërtetë nuk ka njohuri këta muslimanë se çka është haram e çka është halal? Apo çka po ndodh? Jo, nuk është e vërtetë ajo. Kjo dukuri për me ranë haram nuk është për shkak se nuk e din halal dhe haram. Sepse sot po folet shumë nga ana e hoxhallarëve ndese, hutbe, ligjërata ndryshme, tubime, mezhlise, ka dhe literaturë të mjaftueshme që tregojnë shumë qartë dhe mirë bile se çka është halal dhe çka është haram, çka bën me bëj, çka s'duhet me bëj. Mirë, po është një problem tjetër të na që të disa muslimanë që po ndodh kjo dukuri për shkak të vullnetit të dobët të tyre. Mos gatishmëria e tyre me u largu prej haramit, e kjo pse ndodh? Për shkak se kanë dobësi në imanit. Kanë dobësi në imanin e tyre, prandaj dhe ai nuk heziton edhe me bu haram. Sikur që kemi anën e kundërt. Ata personat e cilët e shijojnë ëmbëlsinë e imanit, e shijojnë dashurinë e sinqertë e Zotit, dhe janë të bindur në vullnet por në Allahun e Madh, ata nuk pritojnë. Madje me këtë iman të fortë që e kanë, i përballojnë të gjitha vështirësitë e jetës. Çfarë do probleme që kanë, çfarë do të lashe që kanë, çfarë do sfide që kanë, çfarë do sprove që kanë, e përballojnë me lehtësi sepse e shijojnë ëmbëlsinë e imanit dhe ballafaqohen ato. Nuk i friksohen kërstimet dhe shantazhet të kërkojna, kurdo që e kërstanë dhe shantazhat. Nuk i priton lodhjeve për Allahun në kryen e ibadeteve, ai nuk priton. Edhe kur t'ja nuk kanë kohë, pse me agjeru dimit e verës, pse me fal ditën e natën, pse me këto, pse me dhënë zëqon. Asësi nuk kanë, kur t'ja i përballon gjithë ato, nëse ka shiju imanin në zemër, dhe për të është vetëm knatësi me i kryen të obligime si duhet. Pra kur e shijon ëmbëlsinë e imanit, i kryen gjitha me lehtësi kollajve, edhe me dashuri të madhe ndaj Zotit, edhe kënaqet. Sepse një trup që punon për Allah nuk lodhet kurrë.
Një trup që shijon imanin në zemrën e tij nuk lodhet kur, po është i kënaqur edhe me trup edhe me shpirt. E të këta njerëz, të cilët domethënë ndodhin këto sa të bien haram, mund flasin në një gjuhë tjetër, është mungesë e frikës së tyre ndaj Zotit, që bazën e kanë dobësimin e imanit. Mungesa e frikës ndaj Allahut për shkak të imanit të dobët, s'po themi pa iman, po pa imanit të dobët, ai imanit të dobët nuk e ndalon ato që bëjnë domosdoshmë edhe vepra të tilla, çfarë duke bërë sa që të vrejë njerëzit tonë, musliman që nuk guxon as më afru atij haramet, lemun me e bë. Po çfarë duhet të bëjë besimtari? Kur e vjen vetë që ka një dobësinë e imanit, a do të mënej ato? Apo do të marrë masa? Sigurisht që duhet me marrë masa. Sigurisht që në njëherë besimtari duhet me vepru, me marrë masa që me përtri imanin e vetë. Se dikush mund të thotë, përtrihet imanin, po përtrihet imanin. Sigurisht që zvogëlohet, dobësohet, pa ashtu dhe forcohet dhe përtrihet. E na duhet me marrë masa në bazë të gjithë, secili prej nesh kemi nevojë me përtri imanin tonë. Sipas se Zoti na thotë në Kur'an që imani përtrihet. Kur thot në ajetin kuranor, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Ajo është që zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve. Allahu e zbriti qetësinë në zemrat e kujt? Atyre besimtarëve që me bindje dhe me sinqeritet më të madh i nënshtrohen Zotit e vet. Pse? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, që të shtohet imani edhe pse ka pas iman. Të shtohet imani edhe pse ka pas iman. Pse duhet të marrë masa vllazënie për të imanin tonë. Nuk është pyetje sa vakte ditë me fare, nuk është pyetje 30 ditë edhe 300 ditë me agjeru. Është pyetje forcimi i imanit. Ka sa ai që e ka imanin e fortë nuk priton. Jo 30 ditë, po 300 ditë me thonë Allah ai agjeron dhe nuk diskuton, sepse është i lidhur me iman. Kështu dhe pejgamberi alayhis salam ka vepruar me sahabët tuaj apo në etapën me kase. I ka forcuar me iman sahabët. Kjo ka qenë ana psikologjike që ka përdorur pejgamberi sallallahu në mësimet e Zotit që me ngrit, me forcuar në zemër, me bindjen e hem, tani kur je koha e obligimeve, qoftë namazit, qoftë agjerimi, qoftë xhihadi, qoftë çka do të qoftë, ajo është i gatshëm se është i forcuar i lidhur me iman. E sidomos sot kur të brejna, po jetojnë në një kohë, ka shumë fitne, ka shumë devijime, ka shumë rrugë që ka mundësi njëri me deviju dhe me largu për rrugë e Zotit. Ka shumë efshe, që sprovohet njëri që shumë lehtë mashtrohet edhe mundet me deviju edhe me largu. Në ranë gjënahet që do më thonë, sikur që dole disa vjetarë nuk mund asme në mëruse. Sa ka mundësi sa njëri, me ranë do mund deviju. Ata kemi nevojë sa më shumë. Që ta përtrimi imanin tonë, ta forcojmë imanin tonë, edhe trume që të mos vijë, se këtë për e vërtetën edhe pejgamberi alayhis salam, që duhet të bëjmë dua të Zotit, o Zot forcona besimin tonë. Mos na lejo të devijojmë edhe me na ndihmu që të forcohemi, stabilizohemi këta. Nëse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna al-imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu ath-thawbu fas'alu Allah ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum. Vërtet imani krijohet në brendin e juve, pra në zemrat e juve sikur se krijohet një rrobë, sikur një rrobë për e merë të ekipe, e krijon nëse e prodhon një rrobë, që ashtu dhe imani në zemrat e juve krijohet. Por ju lutë me Allah që më jam forcuar zemrën me iman. Po imani ta forcon në zemrat e juve. Imani do të forcojë në zemrat e juve. Muna me vrej këto, sikur që të vrejme edhe shumë njerëz, përmenem edhe ma herët, edhe gjatë kryrjes e obligimeve tona, përditshme që kemi fetare, qoftë namazit se diçka tjetër, shumë herë do që kryhet formalisht. Kryhet formalisht. Nuk është as pak i përqendruar në ibadetin që duhet të bëjmë. Edhe kjo vjen si pasojë e uljes së atij volumit të imanit. Nuk përfiton. Pastaj e vëndona që fare jetojnë të epshe që tamë në dhe sfidat edhe fitnet, ka vaj e grabisin edhe e ngrejnë ka gjunahin, ka haramin. Nëse se ka stabilitetin me iman dhe shumë lehtë do më valë vitet edhe bjenë fortunat e devijimit. Mirë për në duhet me marë masa, me njëherë, me gjitha mundësi që i kemi, me gjitha rrugë që ne ka mësuar Islamin.
që me përtri imanin në gjitha veprat e mëshme që i kemi. Qoftë dhikri, qoftë namazit, qoftë leximi i Kuranit, qoftë ndaja me dietar, qoftë dëgjimi i CD-ve me dersa ose leximi i librave, qoftë këshillimi, të gjitha forma që janë për na që ndikojnë për rritjen dhe fuqizimin e imanit tonë duhet me marrë masa. E jo është me prit. Të marrë në shembull tek narida pejgamberit alayhis salam. Transmetohet se Rabi'atu bin Ka'b al-Aslami, bi sahabi i nderuar, ky transmeton vetë hadithin që që shënohet në Sahihun e Muslimit edhe thot: Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataytuhu bi wudu'ihi wa hajatihi fa qala li salam. Kam punë natë me pejgamberin alayhis salam. Para Rabia bin Ka'b në sahabe që kanë ardhur pejgamberin alayhis salam. Dhe në natë ai ka thënë: Ja solla ujin për abdes për nevojat e tij. Domoni ka shërby, ka bëu hizmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa mësë shpërblim i thënë, se, lutë. Prandaj që shpesh pejgamberi sa mësë qovë dhe të ka thonë, lypni. Pra me përku doa, ka pejgamberi sa mësë për ta. Qëka i thëtë Rabia? Po si kur zënjoni prej nesh pa të shëmë, si kur t'jeme të rasti, që pejgamberi sa me thonë, lypë, që po dëmë, me ta plëcurit të shirë, ose një kërkes, ose, se cilë kish me lypë, shoqërimin të një, Rasul Allah, me kom me ty në gjenet. Edhe shtu dhe Rabia i thëtë, As'aluka murafaqataka fil janna. Unë kërkoj të kom me ty bashkë në xhenet. Rabia bin Ka'b al-Aslami. Po kërkoj shoqërimin tënd me kom me ty ja Rasul Allah në xhenet me kom bashkë. Am ghayrë dhalik, a ka diçka tjetër që po don? Ku e dha? Kjo është ajo që duhet, s'po duhet tjetër. Shumë mirë, kërkesë me vend. Shumë me vend. Por kërkesë që ka edhe diçka më shumë, që po thonë në kalim ka dhe një bishtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj drejtohet Rabi'atu bin Ka'b dhe i thotë: "Fa'inni ala nafsik bi kathrati sujud." Këtu kena mënuar pak më shumë. Ti po do të konë me mua në xhenet. Ti po do të konë me ardhë mua në xhenet. Po atëherë në mund ti mu me të marrë ty në xhenet në sejdë të shumtë. Ti po ta marrë xhenet. Po. Edhe në duhet marrë xhenet. Po, por një mama. Ti mama edhe ti. Pra angazhohu edhe ti me veprime, me punë të tua që me ardhë me mua xhenet. Ala nafsi, kundër vetë vetës tonë, sepse vetja jote çnima nuk ka efshin, ka haramin që ta me maherën. Pra një mama edhe ti të ndash me të marrë xhenet. Për këtë arsye, edhe dietarë na thonë, bazuar në këtë hadith, edhe shumë hadithe të tjera, njeriu duhet me marrë masa, ti po do me shku xhenet Allah, po atëherë duhet me trasu rrugën që çon xhenet, me ndjek rrugën që çon xhenet, me forcu imanin tënd, pra me ndajen e dy dietar, me leximin e Kuranit, sikur tash për shembull dini çoshë të shtëpisë me caktuar në akt në fal namaz nafile. Nuk kanë pyetën pas vaktit farz, ato nuk diskutohet, do të falen rregullisht. Po me caktuar një kohë, në vend me lexu Kur'an. Me caktuar një kohë në nej, sikur caktuar tash kohë se do mos dinit nejat me lu letra, me lu shah, me bu mohabetit kota dunjas, me caktuar një nej. Një mezlis, me dhirë një hoqë ose një dikran tjetër që një sene me majtë një dërs e mësut barimet e dhe fejës tane. Këto e përtrin imanin, këto e forcojnë imanin, këto e ndihmojnë, edhe për kjo është aja që ti me marrë masa, me fushizo vetën që kur ta fash namazin, me përjetush, me vdesh të marrë namazin që i të falë. Jo është me kry formalitet edhe me hoqa qafë edhe ma falë. Jo, subhanallah. Muslimane nuk falë e sa mi hirë qafë namazin. Po muslimane përjeton shpirtnisht lidhje shpirtërore me ta me Zotin e vetë. Pra ndajmë se duhem me të vërtet të kemi ndikim, domthonë në këtë jetën tonë duhet marrë masa sa më shumë që të veprojmë që këtë dobësimin e imanit që e hetojmë, si ta hetojmë, të marrë masa me forcu. E për këtë arsye inshallah edhe hyjtëve që vinë, disa hyjtë në radhë, do të përmarrën disa nga faktorët që na ndihmojnë neve për ngritjen e imanit, forcimin, për të rritjen e imanit, e kur të rregullohet çështja e imanit
dhe stabilizimi i në zemra, atëherë çështja praktike, praktikimit përditshëm e obligimeve tona, largimi nga haram është problem i vogël. Është problem i vogël, ka se çu thamë në fillim, motori kryesor i njeriu që është në lëvizje për me vepru ose mos me vepru është imani. Ai që është i bindur në Allahun subhanahu wa taala, ai nuk priton me kry farzat e Zotit të vet, me kry obligime. Ai nuk ka probleme i pe haramit. Ka se është i lidhur të Zotit. Ai që ka imanin e dobët, atëherë pritet çdo probleme. Ata të tillët edhe arsyetojnë me arsyetime të kota që kanë njerë po na lodhin, me do arsyetime shumë banale, shumë pa vend, shumë pa dhe të tregon se ka imanin e dobët edhe nuk të ka frikë nga Zoti i Madh. Allah na forcoft imanin, Allah na stabilizoft, Allah na bëjë të jetojmë, punojmë dhe veprojmë me këtë iman, edhe dalim shto dhe thënë Allah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum, wastaghfiruhu